Autori dhe publicisti Ben Blushi prezantoi në Shkodër në ambientet e qendrës ujnore Arka Parajsën Artificiale, një roman dashurie që merret me të ardhmen dhe parajsën e krijuar nga inteligjenca artificiale. Ben Blushi vjen para lexuesit me një roman që cilëson eksperiment ku bashkohet dashuria dhe shkenca. Po ky është një libër pak i ndryshëm nga letërsia që unë kam bërë më përpara. E para në stil, në të shkruar, është një dialog i pandërprer mes dy personave. Libri ka vetëm 2 personazhe. Unë zakonisht kam libra me shumë personazhe, ky është vetëm me 2. Edhe ka vetëm dialog, çka besoj e bën më të lehtë në lexim, edhe më të komunikueshëm. E dyta është pak më i shkurtër sepse sot njerëzit lexojnë më pak për fat keq. Sepse jeta është e mbushur me shumë befasi teknologjike nga Instagrami deri tek Facebooku dhe Netflixi për shembull. Kështu koha e leximit është pak e kufizuar. Dhe e treta, ky ka një temë relativisht bashkëkohore do thoshe, sepse përpiqet të shpjegoj si mund të jetë bota shumë vjet më vonë kur inteligjenca artificiale dominoi. Edhe besoj se inteligjenca artificiale sot është një temë shumë madhore për botë. Në një periudhë me shumë zhvillime politike dhe madje të luftës në disa vende të botës, Blushi thotë se përmes inteligjencës artificiale mund të përftohen disa vendime më të drejta dhe më të barabarta. Bota që jetojmë nuk është shumë e drejtë në kuptim, ose shumë e kënaqshme. Pesimizmi është rritur shumë në botë, luftrat janë shtuar. Edhe krahasim me 30 vjet përpara, rajoni ku jetojmë ne, mos flas për Shqipërinë në veçanti, po Evropa në përgjithësi është shumë e trazuar, kontinenti pa qetë. Ka luftra në prag, ka papunësi, ka pabarazi, ka mungesë performance dhe kreativiteti. Qeveritë janë gjithmonë përfaqësojnë gjithmonë më shumë pakicat. Edhe një botë e ndryshme ku përmes shkencës, pra teknologjisë, inteligjenca artificiale mund të ketë më shumë barazi në botë. Edhe njerëzit janë pak më happy, pak më të lumtur, do është një botë besoj që na përket. Ndoshta ne nuk do arrijmë dot, po jemi në fillesat e saj. Pra ne sot jetojmë si po themi gjermanët ose francezët e viteve 1900, kur sapo ishin shpikur makinat. Romani Parajsa Artificiale takon profet, religione, kombe e kultura, duke parashikuar një të ardhme ku njeriu, siç e njohim, nuk është më, sepse utopit janë dhe revolucione.